Prefekti Qarkut Korç Nertil Jole bashkë me kryetarin e bashkisë Pogradec Ilir Xhakolli dhe nën prefektin Luan Maxhari zhvilluan një takim me përfaqësuesit e OSHE, Pogradec, Maliq dhe Librazht në lidhje me problematikat që hasen në furnizimin me energji elektrike gjatë vjeshtës dhe dimrit. Në diskutimin e realizuar u konkludua që të merren masat e duhura për zgjidhjen e çdo problematike në rast të defekteve që mund të shkaktohen në rrjetin elektrik në mënyrë që të garantohet furnizimi i pandërprer për abonentët. Vëmendje veçantë u kërkuar që t'i kushtohet zonave me probleme në rrjet, në Mokër e Gorë dhe fshatrat që janë pjesë e tyre. Prefekti dhe kryetari i bashkisë morën garancinë se grupet e OSHE-s do të vazhdojnë të jenë gjatë gjithë kohës në gatishmëri, ashtu si edhe Bashkia Pogradec do të jetë mbështetëse për zgjidhjen e çdo problematike në kohën e duhur. Ndërkohë Jole garantoi se institucioni i prefektit do të jetë gjatë gjithë kohës në komunikim të vazhdueshëm me instancat më të larta për realizimin edhe të investimeve që kërkohen në rrjetin elektrik, sidomos në zonat e thella malore.